hap se subjekt politik ti kotëm kot për një fjalë. Kjo është çështje lingvistike, s'ka të bëj fare me politikë. Se unë e di gjuhën slave. Po atja më të marrë këtë gjuhë se politikit agaj? Po gjuhët janë kulturë, kulturat nuk janë politika. Gjuhën slave për kulturë, shko kulturë mi ditë në gjuhën slave. Po mos e hap të temë se del shumë keq, sepse kulturat nuk kanë të bëjnë fare, popujt dhe kulturat kanë vlerë. Ma bone po te kupton se gjuhë slave. Unë kom Shqipnin. Ore, baba im dinte serbokroatisht dhe joti i di. E ka kryu ushtri në Kroaci. Edhe çfarë do të thonë kjo tash? Ata kanë pas obligim mi mësu. Unë se kam obligim. Jo, mua më vjen keq që se di, se çdo gjuhë që di është një armë. Asnjë mu se më vjen keq, mu se më vjen asnjë fjalë e slavëve, më kuptu. Dëgjoj, nëse do kemi përjetësisht. Që mbjen puna me ta, foli anglisht. Po ti si se bisedove fare me mua, po shkove ke agaj? Bisedova, më fole për hanën masnej. Po ti më thej që unë e di atë gjë që nuk e kanë me të keq. Jo, moza, unë e të pyta 3 herë ti më falë që për hanën dhe për dashurin që është personi tretë. Asnjë përgjigje s'ma ktheve, dhe thash, okej, foli me më prajmë. Ti që ke... Mirë, atëre... Unë e qenë kam. Dëgjo, po t'jetë këshu, nuk do bëjmë më shakara bashkë.